Gastroenterologjia është një degë mjekësisë interne, paraprakisht e cila merret me diagnostikimin e pastaj edhe me trajtimin e problematikeve që lidhen me tubin tretës, tubin e sipërm dhe të poshtëm tretës, dhe pastaj edhe problemet e melçisë, pankrasit dhe kështu me radhë. Aparati është ndërtuar kësaj ka tubin i cili futet në ka kamerën përpara, përmes cilës mund të vizualizohen patologjitë të ndryshme në traktin e sipërm në këtë rast, ka burimin e dritës, ka edhe këtë kanalin përmes cilës mundësohet marrja biopsive, vendosja e klipseve dhe procedurat e tjera terapeutike në kuadër të ekzaminimit endoskopik. Në momentin që kam dalë në Gjermani, qëllimi ka qenë që të kthehem. Nuk kam ik atje që të qëndroj atje, por që të marrë një uri të zhvilloj, të avansom në lëmin e gastroenterologjisë dhe pastaj këto një uri të vijet sjellje këtu.